Ditën e sotme në Paris, kryeqytetin francez, i shoqëruar nga presidenti Emmanuel Macron, kreu i shtetit të Ukrainës, arriti një marrëveshje historike, duhet thënë, për mbrojtjen e vendit të tij. Parisi zyrtar do t'jap Ukrainës në 10 vitet në vijim 100 avion Rafale, të njohur në mbar botën për aftësitë e tyre interceptuese, sulmuese në sulme që përfshin ajër, tokë, por gjithashtu edhe në sulme që mund të kryen pikërisht ndaj anijeve kërcënuese detare. Ka qenë pikërisht ky momenti i nënshkrimit të marrëveshjes mes dy liderëve, ndërkohë që Rafale, siç e theksova edhe pak më parë, do duhet të dërgohen në territorin e Ukrainës brenda 10 viteve të ardhshme, do të qenë 100 njësi, ku vetëm një njësi prej tyre kushton 100 milion euro. Do të ndalemi për të parë pak më gjërësisht specifikat e këtyre avionëve, por gjithashtu edhe të një sisteme të mbrojtjes ajrore. Këto janë videot të cilat dëshmojnë patrullimin që bën pikërisht avioni Rafale në territore të ndryshme, ka synim kryesor mbrojtjen ajrore dhe superioritetin ajror. Ai ka identifikimin dhe interceptimin e avionëve armik, përdor raketat avancuara Meteor dhe Mika, ka radar AESA me kapacitet për të ndjekur njëkohësisht shumë objekte duke kryer goditje precize me bomba inteligjente. Përfshin disa prej raketave më të njohura deri më tani, siç janë Scalp apo Storm Shadow, dhe gjithashtu mund të kryejë luftë detare kundër anijeve të armikut. Kryen gjithashtu edhe luftë elektronike dhe zbulimi sipas sistemet Spectra EU, ndërkohë që është përdorur në misione strategjike. Ka 2 motor Safran M888, shpejtësia e tij shkon deri në 1912 km/h, duke u bërë shumë i vështirë për të dalluar nga radarët dhe gjithashtu ka mundësinë për të goditur, siç e theksova edhe pak më parë, në sulme të cilat godasin direkt objektivat ajror, siç mund të jenë raketat balistike, por gjithashtu edhe dronët e armikut, por edhe në sulme toksore dhe sulme detare. Arrin që të mbajë deri në 9.5 tonë armatime, duke përfshirë këtu raketat Storm Shadow, siç e theksova, të cilat arrin në një rrezë veprimi deri në 300 km, por edhe topa për gjuajtje në 30 mm. Ndërkohë, siç e theksova edhe pak më parë, për Ukrainën është diskutuar edhe dhënia e sistemeve të mbrojtjes ajrore, të quajtur pikërisht STAMP-T. Ka një ngjësi të madhe me Patriot, ky sistem i cili është i bashkëprodhuar nga Franca dhe Italia për shkak të kapaciteteve të tij për të goditur 360 gradë me më shumë se 8 raketa njëkohësisht, duke mbajtur raketat të cilat janë teje të njohura në mbar botën. Aster 30, një raketë kjo e cila shkon në një shpejtësi deri në 1235 km/h dhe arrin që të godas me precizion teje të lartë objektivat e armikut. Theksova pak më parë veprimtarinë e tij 360 gradë dhe ka lartësinë e interceptimeve 20 deri në 25 km përpara se të shkatrojë edhe objektivat e armikut. Mund të godas raketat balistike me rrezë veprimi deri në 600 km dhe versioni i tij më i fundit ka aftësinë që të godas me saktësi teje të precize edhe raketat të tjera që të jenë teje të rrezikshme.